Hosh po shkruan në emër të disa motrave besimtare thotë që ndajmë të njëjtin fat. Nga ana ekonomike thotë jemi mirë, alhamdulillah burrat punojnë duke na mundsuar një jetë goxha komode. Dhe për këtë nuk kemi ankesa. Bravo, alhamdulillah. Ja, ka njerëz mashallah kjo botë. Shi sa bukur thotë. Nga ana ekonomike jemi mirë, alhamdulillah, burrat punojnë duke na mundsuar një jetë goxha komode dhe për këtë s'kemi ankesa. Prit se ka dardha bishtin mbrapa. Problemi qëndron se e kanë keq kuptuar sensin e punës dhe nuk njohin kufi ngopje. Ndërkaq ne jemi të tej ngopura dhe nuk kemi nevojë për më shumë të mira materiale apo fizike. Po i rrisim fëmijët vetë me shumë sakrifica se kur të jemi nënat vetë me pa burra. Këtej nga perëndimi ton single moms. Dhe kjo gjë s'na pëlqen fare. Punojnë gjatë gjithë kohës pa nevojë për punuar kaq tepër dhe kaq shumë. Tani për ta riformuluar pyetjen, apo kërkojmë ne gratë diçka absurde, apo janë ata duke na hyrë neve në hak me këtë lloj sjellje që na harrojnë sakt. Vallahi bilaj pasha Allahun, pyetje me vend, shqetësim me vend, edhe perl. Zoti ju dhon shëndet të motër. Unë e mbështes ankesën tuaj, keni plotësisht të drejtë. Ne burrat ka shumë herë raste që ja fusim kot. Dhe një nga rastet që ne burrat ja fusim kot është ky rasti këtu. Valla, gruaja ka nevojë për burrë, shtëpia ka nevojë fëmia për babën, detyrat mi bo bashkë, me lëviz bashkë, me dal bashkë, me shku bashkë, me ardh bashkë. Baba, duhet të jetë në shtëpi. Një po thot baba se të bëjmë këtë, do bëjmë atë se do të morëm atë se do të morëm atë. Por nuk kemi nevojë, okay, alhamdulillah. Kështu që perl, kjo ka qenë perla e kësaj nate. Zoti i bekoft këto motra që me të vërtetë e shohin jetën bashkëtortore si ortakëri. Dhe jo diçka që punon gjithsecili në vete, edhe shihna pas 5-6 muajsh në herë